Mirë se erdhe Irisa. Shumë kënaqësi që je me ne. Fillimisht kam nevojë të bësh një profil, një prezantim shumë të shkurtër tëndi. Mirë se ju gjej, shumë faleminderit për ftesën. Pra unë jam Irisa Vejza, 27 vjeçë. Jam pjesë e komunitetit e gjimtar të Shqipërisë. Shqipëri veçëllisë time, jam marrë me vullnetarizëm dhe me jetën sociale për kundër diskriminimit dhe përfaqësimin e komunitetit egjiptian në Shqipëri. Nuk po filloj direkt me sfidat e tua jashtë Shqipërisë, po qëndrojmë pak këtu. Më thuaj sfidat e tua, meqenëse se je aktiviste në këtë fushë, për stigmën që e ke ndeshur, besoj, edhe ti, edhe prindrit, edhe e rrethi. Unë jam rritur në një familje që si matë si me më janë vullnetarë dhe janë emra në komunitetin tonë. Dhe kam pasur fatin e mirë që neve gjithmonë jemi mësuar me frymën që identiteti është pjesa jonë më e rëndësishme. Nuk e kemi mohuar kur, por pjesa e mos mohimit ka qenë edhe pjesa e cila na ka ndikuar më shumë për diskriminimin që kemi patur. Unë mbaj mend kur kam qenë e vogël që shpesh herë shumë fëmijë të lagjes nuk donin të luanin me ne sepse kishim gjyrë pak më të errët se sa ata. Dhe gjithmonë që aja tek ime më dhe thoja pse nuk na duan fëmijët e tjerë. Dhe mami thoshte do të duan një ditë, po ti duhet të tregosh se sa e mirë dhe me edukat që të kam rritur mami. Kjo stigma vazhdoi në pjesën e shkollës, detyrimisht, sepse gjithmonë mendonin që sa më shumë ti jesh pjesë të komuniteteve, do jesh ai nxënësi që nuk ka për të dalluar, nuk do shkoj kur në klasat më të mira, nuk do ecë kur përpara që të përfundoj 8 vjeçare në gjimnazin dhe më pas universitetin. Por përshtypja më e madhe ime ka qenë kur stigma vazhdoi gjithashtu dhe në universitet. Ti mendon se do lësh ato krahinat e tua të vogla, do lësh ato paragjykime të cilat donjëherë nuk janë ndryshon dot njerëzit sepse të tillë janë të bërmuar. Edhe vjen në Tiranë me disa njerëz që thua janë lektorët e mi, unë kam për të mësuar sa më shumë ndaj tyre dhe prapë gjen atë stigmë sepse të bëjnë disa pyetje që ti arrin të shikosh që janë shumë të përmuara në atë mentalitetin shumë të vjetër shqiptar, që neve jemi shqiptarë, supozohet që jemi të pastër dhe neve nuk duhet të lidhemi apo të kemi kontakt me këtë komunitetin pak më të errët, le ta quajmë kështu, sipas fjalëve të tyre. Dhe kur prekesh edhe në këtë lloj dhe nga lektorët e tu, nga njerëzit që ti duhet të mësosh më shumë edhe të marrësh këto dietë për jetën që të duhet, ndoshta është pak më e vështirë se sa kur prekesh nga nxënësit e klasës apo nga mësuesja jote e fillores. Pohose e vëqitesh nuk është se ka për të arritur më shumë. Edhe si të thuash të shtyjnë që ti të qëndrosh në ato rrethin vicioz të stereotipit të tyre. Edhe për mua kjo është pjesa më e vështirë sepse asnjëherë nuk e ke përkrahjen e njerëzve që ti të ecësh përpara. Edhe të dalësh nga ky rreth i vicioz që ke. Shëndes. Unë kam qarë më shumë se ty, ti të sigur, por më prekin shumë. A ka ndikuar kjo në vendimin tënd, ky ambient i vështirë, me shumë sfida, që ti të marrësh një udhtim jashtë këtij vendi? Unë do të thëj që kanë qenë shtysat më të mëdha, sepse ajo kërkesa për të provuar të tjerëve gabime dhe për të treguar realisht veten se kush je, kanë qenë shtysat e mia më të mëdha. Në fillim ka qenë aplikimet e mia për të vazhduar shkollën jashtë. Nëpërmjet programeve Erasmus kam qenë në Spanjë. Fati im i mirë, po ndoshta edhe puna ime shumë e mirë, disa kohë më vonë arrita që të udhtoj në Budapest dhe aty kam fituar një kontratë me Council of Europe. Në një moshë që personalisht nuk mendoja se do ta arrija atë lloj pune, por ja kam arritur. Dhe aty në Hungari kam punuar për rreth 2 vite për të drejtat përsëri të njeriut, të komuniteteve, për përfshirjen e rinisë në çështjet sociale. Edhe aty realisht kam kuptuar që ndoshta ai njeri i vogël edhe shumë i parashikuar, kjo shtysa kaq e fortë për të provuar të tjerëve që unë mund t'ja dal, mund të arrit të bëj kaq shumë gjëra në një moshë shumë të vogël, vetëm sepse të tjerët kanë dashur që ta shtypnin edhe të qëndronte aty ku ishte pa eksploruar botën më tej dhe unë qisha jo, unë të dal dhe të vërtetoj që edhe unë e kam atë të drejtën për ta eksploruar dhe për ta treguar veten time. Një nga gjërat më specifike që edhe sot e kësaj dite mami dhe babi më thonë është që paja jonë më e madhe, dhurata jonë më e madhe që ju kemi dhënë të treja motrave,
është ju kemi bërë me shkollë të lartë, keni arritur që të shkonin dhe për te atyre njohurive që ju kemi mësuar ne, ose që kemi pasur ne mundësi të mësojmë, për të treguar realisht se neve nuk duhet të definohemi kur nga këto stereotipet që ka komuniteti jonë.